Përshëndetje miq, jemi mbledhur në këtë moment kyç historik për opozitën dhe për Shqipërinë, bashkimin e të gjitha forcave dhe vullneteve opozitare që e shohin Edi Ramën si të keqen që duhet larguar në një front të përbashkët për Shqipërinë madhështore. Shqipëria madhështore nuk është vetëm një slogan elektoral, por është vetdia për të shkuarën me arritje të pakundërshtueshme të qeverisjes së Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, si futja në NATO, liberalizimi i vizave, 11.000 kilometra rrugë të ndërtuara, rruga e kombit dhe shpallja e pavarësisë së Kosovës në Tiranë nga presidenti Bush në krah të kryeministrit Berisha. Sali Berisha e ka vetdijen dhe qëllimin për një Shqipëri madhështore. Ftoj kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Është një nder i jashtëzakonshëm të drejtohem sot shqiptarëve, zbashku me koalicionin më të fuqishëm që Shqipëria ka përjetuar në 32 vite. Të drejtohem shqiptarëve në një moment historik, moment të cilin ky kom vendos në përpjekjen më epike për të ndarë nga diktatura e dytë që kombi përjetoi 34 vite pas përmbysjes diktaturës parë. Kjo ditë është një ditë shumë e veçantë në historinë e përpjekjeve të shqiptarëve për liri dhe dinjitet, në historinë e përpjekjeve të shqiptarëve për një Shqipëri tjetueshme, për një Shqipëri made in Albania, për një Shqipëri madhështore, Shqipëri në ëndrave të shqiptarëve. Ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson jo vetëm shumicën absolute në distancë të qytetarëve shqiptar, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. Ky koalicion ka në gjirin e vet vajza dhe djem, burra dhe gra, qendrështar të pamposhtur, personalitete, patriot dhe ekspert të shquar të shkolluar në shkollat më të mirë të Europës dhe të botës. Ky koalicion ka të gjithë mendjen, të gjithë vullnetin, adhetarin dhe përkushtimin për të bërë Shqipërinë madhështore. Për të bërë Shqipërinë një vend ku qytetarët e lirë të saj
të mos njohin më dhimbjet e pamerituara shnjërzore të varfrisë ekstreme, ku qytetarët e saj, bijat e saj, të rëndin pas ëndrës tyre më të bukur shqiptare, të ndërtojnë të ëndër në Shqipëri. Kur ndonjëherë para kombit dhe shqiptarëve nuk është paraqitur një koalicion i tillë, me këto potenciale të jashtëzakonshme, me këtë vendosmëri të palkundur, me këtë ekspertizë të përsosur, kur ndonjëherë para shqiptarëve nuk është paraqitur një koalicion, një aleancë me Partinë Demokratike më transparente se kjo e sotmja. Në qoftë se krahu tjetër është ndry në pallatet qeveritare, shumica e kandidatëve të këtij koalicioni u paraqitën përballë shqiptarëve, u votuan, përzgjodhen, morën iniciativën të ofronin kombit dhe vendit tyre shërbimin, ose u propozuan nga degët e Partisë Demokratike. Pra, ky nuk është koalicioni të panjohurave, por ky është koalicioni i transparencës, i burrave, grave, djemve dhe të vajzave që i njohin shqiptarët, që i vlerësojnë shqiptarët. Një koalicion që përfaqëson të gjithë interesat, shtresat, komunitetet e ndryshme të këtij kombi. Ky koalicion pra i Partisë Demokratike me Aleancën për Shqipërinë Madhështore është pritur me gëzim, me interes të madh nga mbar shqiptarët. Ky koalicion nis garën elektorale përballë një narkoregjimi i lidhur kokë e këmbë, kokë e xhep me krimin dhe korrupsionin. Por ky koalicion nis garën elektorale me një përsi të jashtëzakonshme morale. Prej 2 muajsh, Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë bërë fushat elektorale më të suksesshme në historinë e tyre jashtë vendit. Angazhimi i Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj në fushat elektorale me shqiptarët jashtë vendit, shqiptarët në emigracion dhe diasporë, ka provuar, ka ndezur zemrat dhe shpresat e tyre, ka provuar një entuziazëm dhe vendosmëri
e pa parë ndonjëherë tek shqiptarët që nga vitet 90 gjërë sot. Të dashur miq, me të drejtë, unë dhe ju, do ta quajmë vitin 2025 vitin e diasporës. E meritojnë plotësisht ai reagimi tyre i fuqishëm, ai entuziazmi tyre i jashtëzakonshëm, ajo vendosmëri e tyre e madhe për të marrë pjesë në zgjedhje dhe votuar opozitën, është dëshmi e një dashurie të paprekur të tyre ndaj Shqipërisë, e një dashurie të tyre ndaj cilës Shqipëri, ndaj Shqipërisë demokratike, Shqipërisë së qytetarëve të lirë, Shqipërisë së ligjit, Shqipërisë që u jep nder dhe dinjitet dhe jo narkoshtetit shqiptar. Për çmimi, për buzja, që emigracioni dhe diaspora i bëri kreu të narkoshtetit e Edi Rama në takimet e tij, e detyroi atë të ndërpres ato takime. Akoma më keq për zunata përfaqësuesit e tij me 5 mbiemra. Pra, viti 2025 është viti diasporës. Diaspora ka bërë zgjidhjen e saj të shpëtojë Shqipërinë. Partia Demokratike dhe aleat të saj nisin fushatën me një përsi të pakrahasueshme me kundërshtarin ton, padrinon e narkoshtetit dhe bandat e tij. I gjithë vullneti njerëzve të lirë, njerëzve dinjitoz, njerëzve që besojnë në ligjin dhe kushtetutën, njerëzve që besojnë në vlerat. Dhe jo në mandatet e marra duke arrestuar liderët politikë të opozitës. Jo në shndrimin e Shqipërisë në vendin e torturave. Jo në plaçkitjet më të mëdha që ka njohur historia të qytetarëve shqiptarë dhe pamëshirësisë ndaj tyre. Pra, para qytetarëve shqiptarë ne shkojmë kokulur dhe ballhapur. Shkojmë kokulur sepse do të kërkojmë mbështetjen e tyre. Do të kërkojmë zemrën e tyre, do të kërkojmë mendjen e tyre, por gjithashtu ne paraqesim një projekt që Shqipëria se ka njohur kurrë më parë. Kurrë. Ne paraqesim një projekt në pamje të parë i largët pak. Shqipëria madhështore. Por ne paraqesim një projekt që është absolutisht ëndra më e bukur, ëndra më e bukur e ditës dhe jo e natës, e çdo shqiptari, e çdo adhetari, e çdo njeriu punëtor, e çdo njeriu të lirë, e çdo njeriu me dite. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet hardhuc
paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani s'fundi i kanë ngel në goj ku je kujtim, jepi ato musteqe, ose bëj diçka me të se çmendet pas musteqeve tua, burë dhe të. Ku e kam kujtimin? Ha, bravo! Ti kujtim se unë e ti e njojmë atë nga ana psikologjike. Ja din ti arsyet pse ka atë, po tjetër punë tani. Nuk është çështje e kësaj mbledhje. Pra, një njeri që ka qeverisë 12 vite, dhe nuk u thot do të shqiptarve do të, su të regon do të shqiptarve një arritje. A mundet kështu? Sepse, nuk u të regon do të sepse dhe ato arritje që numërohen me gishtat e dorës, janë të nëzira nga vjedhjet të të mërshme. Nuk e përmend do të tunel në Llogaras, sepse shkruhet 50 milion të vjedhura me një dorë. Nuk flet do të për Unazën, që e mbylli përsëri, sepse 13 kilometrat e fundit i ndau në 14 kontrata. Nuk përmend do të rasat e Gurit që ka shtruar shesht e qyteteve, sepse kanë kushtue, sepse ka vjedhur me to, 10 herë çmimin e tyre. Nuk përmend do suksese, sepse ka mashtruar fjalë për çdo gjë shqiptarët. Se u thoshte ujë 24 orë. Dhe tani ujë më keq se kur. Se u thoshte pensionet rogat. Dhe tani, në qoftë se rritet pensioni minimal aq, Shqipëria bjen katastrofë. Nuk përmend dot të vëshën që e ushqimeve që do ulte. Pa çka se çmimet kanë shkuar në stratosferë. S'përmend dot asgjë, asnjë premtim se që të gjitha janë mashtrime. Por mbi të gjitha, forcat tona politike janë forcat interesit kombëtar. Ne zbashku përfaqësojmë interesin kombëtar të qytetarëve shqiptar. Çfarë përfaqëson ai? Çfarë përfaqëson ai? Ai përfaqëson armikun, një nga armiqtë më të egrët kombit në të gjitha kohrat. Ai përfaqëson njeriu. Ai përfaqëson njeriu që në 12 vite qeverisje përzuri nga Shqipëria 45% shqiptarve ndaj dhe u etiketue si pashiqi i Tiranës. Ai përfaqëson njeriu e parë në Europë që vuri sankcione shtetit pavarur të Kosovës për llogarit Beogradit. Miq, kush ka lexuar histori do të gjej aty se Enver Hoxha i shkruante Stalinit, i thoshte shoku Stalin, Kosovën e lam me Titon, me Jugosllavinë, se më e sigurt thot, më e sigurt me Jugosllavinë. Dhe mendja na thot se vepruam drejt. Edi Rama, Kosovën e lam me Vučićin. Edi Rama ushtruar një argat Vučićit. Dy ditë më parë Departamenti i Shtetit dënoi. Sekretari Marco Rubio dënoi Dodikun. Edi Rama hesh si fije e barit për aktet e tij destabilizuese. Pra, kemi të bëjmë në këta aspekt
shpëtimin e Shqipërisë nga një rrezik madhor antikombëtar që rrallë ka patur në histori siç është Edi Rama. Edhe njëherë, ne kemi paraqitur para shqiptarëve programin më të bukur, programin më të mirë, programin e një Shqipërie vërtet madhështore. Shqiptarët duhet ta dinë ku e nisim ne këtë. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë madhështore? Ndërtimin e Shqipërisë madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga mospasja, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solem se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Po, zotëri, po s'ka gjë më, s'ka detyrim më madhor për njeriu që ka shpirt dhe zemër, se sa taksat që merr prej qytetarëve t'ja u kthej atyre direkt në mirësi. T'ja u kthej atyre direkt në mirëqenie. T'ja u kthej atyre, t'i çliroj ata nga vuajtja e blerjes ushqimeve, ilaçeve e tjerë me radhë. Vetëm kaq, jo, edhe më shumë. Kjo stres në nevojë, këto që japim, nuk i ka të mjaftueshme. Dhe ne kemi vetdijen për këtë. Ka dalë jashtë zonës së varfërisë ekstreme, por nuk i ka të mjaftueshme. Atëherë, karta e konsumatorit. Secili prej tyre do të marrë mbrapsht të vëshën që paguën për ushqime, e cila është llogaritur nga specialistët 450 euro me kartën e konsumatorit. Po. Ilaçet do t'jenë krejt tjera. Nuk do mund të shiten ilaçe të cilat kanë çerek apo gjysmë efekti, siç ndodh tani. Qeveria do kompensoj. Rretrit e çmimit tyre ju garantoj se do kompensohet çdo rritje, po ilaçet do jenë cilësore ama. Nuk do jenë një mashtrim i përditshëm për të smurt. Nuk mund të mungojnë kurrë. Se prap thash, jemi tek dhimbja. Jemi tek dhimbja, aty e nisim ne. Po si mundet një shoqëri? Si mundet një komb me një buxhet 7-8 miliard të lërë një grup njerëzish pa ilaçe, se ilaçet e tyre kushtojnë. Ajo është një, atë bën një qeveri e pa shpirt, por një komb i qytetruar nuk e bën kurrë. Kurrë. Edhe unë i garantoj. Pse nuk kishte përpara, më fani? Pse nuk ekzistonte kjo situatë përpara? Edhe atër kushtonin. Ka ilaçe që kushtojnë shumë. Por nuk mungonin në mënyrë absolute. Sepse këta i përzun të gjitha kompanit nga Tirana. I pushtuan vetë. Për t'ja u thjeshtuar. Në qoftë se në rrugët e mëdha të Shqipërisë i ndërtuar me kompanit më të mëdha të botës, këta i ndërtojnë me salillarin, me këte, me atë, me radhë, dhe shemben, bëhen, kushtojnë, ribëhen, e tjerë me radhë. Kështu është dhe puna ilaçeve. Ilaçet i dominon Vilmanushi dhe shqiptarët marrin ilaçe krejtësisht jashtë çdo kontrolli. Merr fund. Nafta. Jo, mo nuk mund ta paguaj shqiptari. Shqiptari do lviz. Se tani vjemi para problemit. Të kenë apo të mos kenë makina. Të kenë sa më shumë makina. Dhe naftën do jetë, pa absolutisht, ta më topë.
Dhe nafta do t'jetë as 100 darkë me shtresë sa në Kosovë që e merr nga Durrësi dhe e shet 40% më lirë. Energjia elektrike. Jo, do ullet. Do jetë 7 lek. Kaq. E ka me në të gjitha për llogaritjet. Mund t'jetë dhe më lirë. Por unë po them 7 lek. Për biznesin, do jetë 6 lek. Do jetë 3 herë më lirë. Pronar të përdjekurit, brenda mandatit parë do të marrin çdo dëmshpërblim, çdo rikthim, çdo kompensim që u takon. Pra ne shkojmë vërtet koalicioni më i gjerë në histori, pa ma shkojmë me programin më të mirë që ka njohur Shqipëria ndonjëherë në ekzistencën e saj. Këto janë bazat. Pas gjithë këto, ne nuk mund të bëjmë hapin tjetër. Hapin e madh, Made in Albania. Tani nuk kemi më njerëz të izoluar, po në tërësi kemi patur mundësi të shëtisim. Ose të kemi qenë në emigracion, ose të njerëzit tanë, pra e njohim pak a shumë. Kudo që shkoj dhe kudo që kam shkuar, unë një vend të begat me pasuri natyrore si Shqipëria nuk kam pa. Jo, nuk kam pa. Ka një problem që e ka me kimet tokën. Tokën fush e ka me kimet. Po Shqipëria toka tjera në kodra dhe male i ka po kaq pjellore. Shqipëria është tokë e bekuar, nuk ka tokë më pjellore. Nda dhe ne do bëjmë gjithçka që prodhimet bujqësore dhe prodhimet të saj, Made in Albania të mbushin dyqanet e Shqipërisë dhe të eksportojnë në botë. Shqipëria ka rezerva botërore, kromi, nikeli, heku nikeli, bakri, e të tjerë. Ku janë? Ku janë? Flenë, vidhen nga mafja, keq përdoren nga mafja. Një sipërmarrës i suksesshëm. Më dërgoi dje një emision që BBC kishte përgatitur për mirën e kromit që shfrytëzon. Kromi më i pasur në planet e cilëson të atë krom. Çfarë më thoshte? Zoti Berisha, trau i Kalimashit më kushton në muaj 750 euro për kamion. A kuptoni se ç'bëhet këtu apo jo? Plus tjetra dhe faktikisht falimentim. Jo, mor zotri. Ne do bëjmë gjithçka që pasuritë natyrore të këtij vendi të shtrohen në mirësi për qytetarët shqiptarë. Të nxiren, të zbulohen, të nxiren, të përpunohen në vend. Dhe Made in Albania do të jetë krenaria jonë kombëtare. Nuk po ndalem në tjera. Shqipëria ka fushën e naftës më të madhe në botë të tokë. Onshore. Ka rezervat të pakrahasueshme. Por miq, në qoftë se ka një pasuri të pakufizuar Shqipëria, e ka në fushën e energjisë. E ka në fushën e energjisë. Ne jemi vendi me ditët më të shumta dielli në rajon. Dhe vendi që nga energjia diellore kemi gjithsej një prodhim prej 560 megawatt. Merr fund kjo. Panelet solare, me investim të qeverisë dhe bankave, do mulojnë qatit e çdo shtëpie që i zoti shtëpisë dëshon
instalojnë. Nga veriu në jugë, do paguaj 3 vite energjinë me çmimin që ka paguar, dhe pas 3 vitesh do e ketë falë për gjithmonë. Po, ne do bëjmë Shqipërinë superfuqi energjetike në rajon. Kur në vitin 2005 pata deklaruar se 2006 se Shqipëria do bëhet superfuqi e vogël rajonale energjisë rinovueshme, u tallën. Po tani që Shqipëria është bërë vend eksportues i energjisë rinovueshme, tani nuk tallën dot më. Tani nuk do të them e vogël, do të bëhet superfuqi rajonale energjetike në rajon. Ja u them unë ju këtu, kanë rënë çmimet. Panelet fotovoltaike, çmimet e tyre kanë rënë në mënyrë të ndjeshme shumë, por po kështu dhe turbinat e erës. Ju duhet ta dini se Shqipëria ka platformat në të fuqishme të erës, vetëm rreth Ipukës, nga Shumëria, në Vallën e Dejës, ka një kapacitet minimal 3200 megawatt. Të studiuar, të gatshëm projektin. Nuk e ka më të vogël te Pelena. Nuk e ka më të vogël. Kurrizi Karaburunit është platformë e erës më të fuqishme të Europë. Pra, ne do të investojmë, do të ashtrojmë Shqipërinë në një superfuqi rajonale energjetike. Po tapi. Ju duhet ta dini se kur fitoj tapi në një garë merrsisht të vështirë, një nga shkaqet ka qenë Dumrea. Dumrea me depot e saj natyrale të boshatisura, në të cilat krijohen rezerva gazi për Bashkimin Evropian. Disa miliardëshe. Po, Shqipëria nga tapi në kontrat ka 700 milion metër kub në vit për energji. Do t'i shfrytëzojmë në ato. Do të ndërtojmë tece të fuqishme. Do të gazifikojmë Shqipërinë. Shqipëria madhështore kërkon që familjet të kenë një jetë komode. Gazi është komoditet. Gazi është komoditeti i familjeve të vendeve të pasura. Ne e kemi. Ne s'marrim 1 metër kub gaz. Absolutisht. Nga projektet më madhështore tonat do t'jetë gazifikimi i qyteteve dhe gjithë Shqipërisë. Miq, nuk është vetëm kaq projekti ynë për Shqipërinë madhështore. Projekti ynë për Shqipërinë madhështore është Shqipëria epiqendër e teknologjive të larta, teknologjive më të avancuara në rajon dhe njëra nga epiqendrat e rëndësishme të Europës. Me ekspert ndërkombëtar dhe kombëtar, është përgatitur projekti dhe programi, me të cilin Shqipëria do bëhet epiqendër e data qendrave, të cilat janë diamantet në kurorën e high-techut, në kurorën e zhvillimeve më të avancuara ekonomike. Do jetë vendi i inteligjencës artificiale, i internetit 3, i blockchain dhe kriptomonedhave.
Pra, në Shqipëri, 10 mira, vajza djem, të shkolluar jashtë vendi, por dhe në Shqipëri, do kenë mundësi të kthehen dhe të punojnë në sektorin më të avancuar të ekonomisë botërore, që është sektori i high-tech-ut. Ky është projekti ynë i Shqipërisë madhështore. Projekt, thash pra, që në pamje të parë të duket pak si një horizont i larg, por projekt që është absolutisht i realizueshëm dhe që ky koalicion me potencialet e jashtëzakonshme që ka do ta shndrojë në mandatin e parë realitet për shqiptarët. Ndaj dhe le të nisim në punën të palodhur, të përkushtuar me të gjithë potencialet tona, të mbështesim kandidatët tanë në të gjitha rrethet, së bashku me shqiptarët e diasporës, për të hapur dyert e një projekti që shqiptarët se ka njohur kurrë më parë, projektin që do bëjë vendin e tyre një vend madhështor siç e meriton. Faleminderit dhe suksese.